Çfarë prisni? Aplikoni sepse ky shtet ju paguan 4.500 euro në muaj. Një trend i frikshëm është ai i personave që dëshirojnë të largohen nga Shqipëria. Shumica e të rinjve shohin pak ose as pak mundësi për të krijuar një jetesë të mirë në vend dhe për këtë arsye kërkojnë të largohen me qëllim krijimin e një jete më të denjë në një vend tjetër. Shtetet e parapëlqyera për këtë lëvizje janë Gjermania, Italia dhe Franca, brenda Bashkimit Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Kanadaja. Një tjetër trend i kohëve të fundit është ai i marrjes së kontratave të punësimit për të rinj në vendet e lindjes së mesme. Sipas një raporti të Institutit Evropian të Statistikave, janë 67.500 shqiptarë që kanë përfituar në shtetësinë gjatë viteve të fundit. Ndër vendet e Bashkimit Evropian që ofron mundësi shumë të mira punësimi, pagese dhe kushte jetese është Norvegjia. Ky vend ka nevojë për forcë punëtore dhe shpesh nxjerr lajmërime për vende vakante për të cilat mund të aplikojnë shtetas të BE-s dhe jashtë saj. Profesionet më të kërkuara nga ky vend janë ato të mësuesisë, inxhinierisë, mjek, infermier, si dhe ata të shërbimit si kamarier e banakier. Pagat mesatare për këto profesione në Norvegji është 4.500 euro në muaj. Kështu që, para se të vendosni të shkoni në ndonjë vend tjetër, hidhini një sy pozicioneve të lira.